Nderuar shikues, përshëndetje. Territori i Palestinës në periudhën mes dy luftrave botërore, atëherë kur Britania ushtronte pushtetin në këto toka, ju nështrua kolonizimit të ngadalshëm duke zgjedhë hebrejtë të Europës lindore si refugjat. Ideja për një shtet hebre ishte ngjizur qëmoti në qarqe sioniste, ndërsa koncept modern dhe serios do të merrte në Rusi në vitet 1880, kur u formuan grupe hebreje me synimin specifik për t'i ardhur në ndihmë vendosjes hebreje në Palestinë. Kjo ide kishte marrë jetë gjatë mandatit britanik në Palestinë në periudhën 1917-1948. Historianët theksojnë se paaftësia e Londrës për të balancuar imigracionin hebre me të drejtat e arabëve palestinez gjatë asaj periudhe e shndroi mandatin në burim të një grindje strukturore dhe afatgjate, ndërsa ne sot po e shohim se realisht nuk është një konflikt i armatosur, por një agresion i pafund i fuqive koloniale për të ndryshuar tërësisht realitetin demografik në territoret palestineze. Ajo që e filloi Britania e që ndihmuan gjitha shtetet e fuqishme europiane është kjo që e shohim pra sot. Izraeli është projekt tërësisht i çufuterisë europiane, sidomos atyre që jetonin në Europën lindore. Përpjekjet e shumta sioniste për të ngulitur në Palestinën e sotme në kohën e Perandërisë Osmane u kundërshtuan ashpër nga Sultan Abdulhamidi II, por kjo kundërshti do të ishte jetë shkurtër dhe rënja e Abdulhamidit do të ishte si hariq për britanikët, francezët e sidomos për sionistët. Me shpërthimin e revoltës arabe kundër osmanëve, britanikët vetëm do t'i shfrytëzonin e nuk do jepnin asgjë në këmbim arabëve. Kështu, Palestina në mandatin britanik do të bëhej tokë qifute dhe do të filloj faza e kolonizimit sionist përmes deklaratës së Balfurit, që konsiderohet baza e shtetit të sotëm sionist të Izraelit. Territori që përbënte mandatin britanik për Palestinën ishte paksa më i madh se shteti i Massachusettsit, por pasojat e zhvillimeve në këtë pjesë të vogël të Sirisë Jugore dhe qëndrimet qarshisaj janë pasqyruara në mban lindjes së mesme dhe botës në përgjithësi, duke u dhënë trajt marrëdhënieve rajonale dhe të fuqisë së madhe, duke ndikuar në politikën e brendshme europiane dhe të SBA-s, duke gjeneruar 5 luftra, duke krijuar mbi 1 milion refugjat dhe duke prodhuar keqkuptime e mëri të mëdha. Historianët kanë dhënë këndvështrime të shumta mbi atë se pse mandati u bë burimi një grindjeje në një shkallë të tillë. Për disa, dështimi për ta zgjidhur konfliktin midis imigracionit hebre dhe ruajtjes së drejtave të arabëve palestinez qëndron tek pavendosmëria dhe tendenciozitetet e qeverive britanike që mbajtën pushtetin për mbi 30 vite, nga viti 1917 deri më 1948. Duhet kemi parasysh që në fillim premisën unike mbi cilin u krijua mandati për Palestinën. Një palë e tretë, Britania e Madhe, e premtoi një territor të vogël që një shumicë arabe kishte banuar për rreth 1200 vite si një atë kombëtar për një tjetër popull, bashkësinë ndërkombëtare hebreje, shumica e së cilit jetonte në Europën lindore. Pretendimet sioniste për të njëjtin territor të banuar nga arabët palestinez janë në rrënjë të konfliktit për Palestinën. Bashkësitë hebreje të Europës e mbajtën gjallë idenë në një kthimi në tokën e shenjtë përgjatë shekujve, që prej largimit të tyre nga Palestina me pushtimin romak të shekullit të parë. Palestina zinte një vend aq qendror në kulturën fetare hebreje, për shkak të besimit se krijimi i mbretërisë së Izraelit pas Eksodit përfaqësonte përmbushjen e premtimit të Zotit për hebrejt, se ata ishin zgjedhur për ta plotësuar fatin e tyre në Sion. Kujtimet historike të sundimeve të Davidit dhe Solomonit u përzihen me aspektet të ritualit dhe besimit fetar për të krijuar një vizion të qëndrueshëm të shpëtimit përfundimtar të popullit hebre nëpërmjet një kthimi në tokën e shenjtë. Sionizmi politik modern, nacionalizmi hebrej përqendruar te Palestina, u ngjis në Rusi, në vendin e antisemitizmit të ashpër. Pas programeve të fillimit të viteve 1880, u formuan grupe hebreje me synimin specifik për të ardhur në ndihmë vendosjes hebreje në Palestinë. Këto grupe të shpërndara u organizuan në vitin 1884 në një agjenci qendrore koordinuese për të marrë emrin të dashurit e Sionit. Gjatë viteve 1880 dhe 1890, të dashurit e Sionit mbështeten ngulime të vogla bujqësore në Palestinë, që njihen si Aliyah, por sipërmarrja vuajti nga mungesa e fondeve dhe ngulimet nuk ishin shumë të suksesshme. Më 1882, në kulmin e programeve, doli një traktat me ndikim në historinë e sionizmit politik, e titulluar Auto-emancipim dhe shkruar nga Leo Pinsker. Broshura argumentonte se hebrejt duhet të merrnin në dorë fatin e tyre
dhe të krijonin një shtet të pavarur hebre për t'i dhënë fund statusit të tyre për herë të huaj. Më 1896, një pasardhës ideologjik i Pinskerit, Theodor Herzl, shkroi punimin Shteti Hebre, që siguronte bazën ideologjike për sionizmin politik. Teza e Herzlit ishte se hebrejt përbënin një komb, por mungonte një shtet politik brenda së cilit mund të shprehnin lirisht kulturën e tyre kombëtare. Më 1897, në Bazel të Zvicrës u mblodh kongresi i parë sionist, në cilin u miratua një program që theksonte se objektivi i sionizmit ishte të sigurohej një ade i njohur ligjërisht në Palestinë për popullin hebre. Sultan Abdulhamidi II e kundërshtoi idenë e ngulmimit të hebrejve europian në shkallë të gjerë në territorin osman, dhe asnjë fuqi europiane nuk ishte e prirur të mbështeste një lëvizje që nuk jepte avantazhe diplomatike. Deklarata e Balfurit ishte një tjetër skem ndarje e territoreve osmane. Një sër faktorësh u bashkuan përgjatë luftës së parë botërore për të sjellë çështjen e sionizmit në vëmendjen e kabinetit britanik. Më 2 nëntor 1917, sekretari i jashtëm britanik Arthur Balfour i shkroi Lord Rothschildit një figurë të spikatur në qarqe sioniste britanike, duke njoftuar se kabineti kishte miratuar deklaratën në vijim të simpatisë për aspiratat sioniste hebreje. Qeveria e madhërisë së tij e sheh me pëlqim themelimin në Palestinë të një atdheu kombëtar për popullin hebre dhe do t'i bëjë të tëra përpjekjet për ta lehtësuar arritjen e këtij synimi, duke qenë kuptuar qartë se nuk do të bëhet asgjë që mund t'i cënojë të drejtat civile dhe fetare të bashkësive ekzistuese jo hebreje në Palestinë, apo të drejtat dhe statusin politik të gëzuar nga hebrejt në çdo vend tjetër. Kjo ishte deklarata e Balfurit, me rrjedhoja të mëdha, një dokument i shkurtur i mbushur me 2 kuptimsi dhe kontradikta të tilla që i pshtjelluan të gjitha palët e përmendura në të. Marrja britanike e Jeruzalemit në dhjetor të 1917-s çoi në pushtimin ushtarak nga Britania të Palestinës nga viti 1917 deri në vitin 1920. Imigracioni hebre drejt Palestinës gjatë periudhës së mandatit britanik nuk ishte një proces spontan i refugjatëve që kërkonin strehim, por një projekt i organizuar politikisht, i mbështetur financiarisht dhe i menaxhuar institucionalisht nga lëvizja sioniste. Përmes valeve të njëpasnjëshme të refugjatëve të organizuar të njohur si Aliyah, u synua ndryshim gradual, por i qëllimshëm i realitetit demografik, duke shndruar shumicën arabe autoktone në një popullsi gjithnjë më të kërcënuar në tokën e vet. Përpjekjet e udhëheqjes arabe palestineze për të adresuar krizën përmes mjeteve politike dhe ligjore, si peticione, delegacione dhe negociata me autoritetet britanike, u përplasën vazhdimisht me prioritetet strategjike të perandorisë britanike dhe me presionin sionist. Mbyllja rrugës politike e bëri rezistencën armatosur të dukej si alternativa e vetme e mbetur. Imigracioni hebrej dhe shtënia në dorë tokës janë në zemër tensioneve komunale në Palestinë. Objektivi sionist ishte të shtojë popullsia hebreje mandatit britanik nëpërmjet imigracionit pa kufizuar, për të patur kështu një pretendim të besueshëm për ekzistencën e një atdheu kombëtar. Sionizmi në fakt ishte një projekt i kolonializmit të ardhasakëve të ndërmarrë në kurriz të popullsisë lokale arabe. Arabët e Palestinës e kuptuan se synimet sioniste kërcënonin pikërisht ekzistencën e tyre dhe i kundërshtuan ato duke u përpjekur të negociojnë me Britaninë për ta kufizuar imigracionin dhe kalimin në tjetër dorë të tokës. Kur kjo taktik dështoi, ata u kthyen nga revolta armatosur. Imigracioni hebre në Palestinë u krye në një seri valësh të quajtura Aliyah. 2 të parat qenë përpara luftës së parë botërore. E treta, nga 1919 në 1923 u përbë nga rreth 30.000 imigrantë kryesisht nga Europa lindore. Një numër tjetër prej 50.000 imigrantësh, më së pari nga Polonia, arritën në Aliyan e 4 midis viteve 1924 dhe 1926. Prurja e emigrantëve u ngadalësua më pas në mënyrë të konsiderueshme deri në vitin 1933, kur ngritja e Hitlerit dhe partisë naziste e shpejtoi ikjen e mijëra hebrejve nga Gjermania dhe Europa qendrore. Ndonse shumë prej këtyre refugjatëve nuk ishin sionist, kuotat kufizuese të imigracionit të imponuara nga vende të tilla si Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja i detyruan ata të kërkojnë strehë në Palestinë. Në vitet e Aliyas së 5, nga 1933 në 1936, imigruan në Palestinë rreth 170.000 hebrej, duke dyfishuar befas madhësinë e Jeshuvit dhe duke shtënë panik në komunitetin arab.
Komuniteti hebre në Palestinë numëron të afërsisht 382.000 frym nga fundi i vitit 1936, një rritje e fortë nga 93.000 frymë të regjistruara në vitin 1922. Popullsia arabe u rrit gjatë të njëjtës periudhë nga rreth 700.000 në 983.000 frymë. Kësaj, popullsia e Palestinës u rrit me më shumë se 500.000 frymë në më pak se 15 vite. Nuk është fare për të habitur që në një rajon me potencial të kufizuar bujqësor, pronësia e tokës së lirueshme u bë çështje konflikti. Organizata sioniste kryesisht përgjegjëse për negocimin e blerjeve të tokës ishte Fondi Kombëtar Hebre, që tokën e blerjes shihte si mall të tërë popullit hebre dhe u jepte atë me qira vetëm hebrejve me një çmim simbolik. Kalimi i tokës punuar nga pronësia arabe në atë hebreje e rënoi fshatarësinë palestineze, e cila në vitin 1936 përbënte ende 2/3 e popullsisë arabe të mandatit. Dy shpërthimet e mëdha të dhunës komunale gjatë viteve të mandatit mes dy luftrave botërore, trazirat e murit të vajtimit të 1929-s dhe revolta e madhe e viteve 1936-1939, ishin të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë me çrregullimet e shkaktuara nga imigracioni dhe kalimi në tjetër duar i tokës. Hetimet e përsëritura britanike për shkaqe të këtyre incidenteve vetëm shërbyen për të vënë në pah natyrën jo funksionale të mandatit. Në korrik 1937, Britania dërgoi Lord Pillin në Palestinë për të bërë pajtimin mes arabëve dhe sionistëve, të cilët ishin përfshirë disa herë në trazira vdekjeprurëse. Ky komision i kryesuar nga Lord Pilli i dha fund mandatit britanik të Palestinës dhe ndarjen e shtetit mes arabëve dhe hebrejve. Kjo zgjidhje unike nuk e kënaqi asnjërin prej dy palëve të prekura. Komiteti i Lartë Arab e kundërshtoi ndarjen si një shkelje të drejtave të banorëve arab Palestinës. Nga ana e tyre, udhëheqësit sionistë pëlqyen parimin e ndarjes, por e panë si të pamjaftueshëm territorin e ndarë për shtetin hebre. Kjo solli revoltën e madhe kur forcat rebele arabe u përleshën me milicit sioniste dhe me 20.000 trupa të Britanisë. Revolta pati një bilans të rënd, më shumë se 3.000 arab, 2.000 hebrej dhe 600 britanik ishin vrarë, ekonomia Palestinës ishte në kaos dhe udhëheqësit arab që gjendeshin në mërgim apo në arati. Meqense shtetet arabe ishin të përfshira gjithnjë më shumë në çështjen e Palestinës dhe lufta e madhe në Europë po afrohej, Britania filloi të ndryshojë kursin me qëllim të bashkëpunimit me ata dhe shfrytëzimit të resurseve arabe si aeroportet dhe nafta. Në këtë sfond, Ministria e Kolonive thirri një konferencë anglo-arabo-hebree në Londër në shkurt të vitit 1939 dhe hartoi një politikë që pashmangshmërisht do të linte të pakënaqur njërin prej palëve. Kjo politikë e bërë njohur në librin e bardhë 1939 i tronditi sionistët. Libri i bardhë thoshte: "Prandaj, qeveria e madhërisë së tij deklaron tani prerë se nuk është pjesë e politikës së tyre që Palestina të bëhet një shtet hebre." Dokumenti deklaronte se imigracioni hebre do të kufizohej në 15.000 vet në vit për gjatë 5 viteve të ardhshme, në fund të cilëve do të ndërpritej fare nëse komuniteti arab nuk e miratonte vazhdimin e tij, se kalimi i tokës hebrejve do të kufizojë në disa zona specifikuara dhe se Palestinës do t'i jepej pavarësia brenda 10 viteve. Por të gjitha këto e humbën kuptimin pas luftës së dytë botërore dhe fati i Palestinës do të merrte rrugë pa kthim. Toka e së cilës gradualisht do të pushtohen nga sionistët, që në vitin 1948 të shpallej shteti sionist i Izraelit. Përpjekjet sioniste mes dy luftrave për ta bërë të vetmen tokën palestineze nuk do të pushonin, ndërsa menjëherë pas luftës së dytë botërore, milicit sioniste u kthyen pushkën britanikeve, të cilët në interes të përfitimit nga burimet e naftës, dëshironin të mbanin raporte të mira me shtetet arabe dhe kështu propozuan pavarësinë e shtetit Palestinës. Por sionistët nuk e lejuan këtë, e Britania u tërhoq nga Palestina. Shtetet arabe refuzuan planin OKB-s së vitit 1948 për krimin e dy shteteve dhe filluan luftën me Izraelin e sapo shpallur pavarur. Në këtë luftë, fati i Palestinës përfundimisht do të kalonte në duart e sionistëve dhe pasojat e këtyre zhvillimeve i shohim edhe sot me gjenocidin e vazhdueshëm që ideja sioniste po kryen mbi palestinezët në Gaza dhe në gjithë territorin e Palestinës. Ngjarjet e kohës së luftës jashtë Palestinës ndikuan qëndësisht në statusin e ardhshëm të mandatit të vështirë britanik. Më me pasoja nga këto ngjarje ishte Holokausti, vrasja sistematike miliona hebrejve europian dhe të tjerëve në kampet e vdekjes së Hitlerit. Ndërsa përmasa e mizorive naziste u bë e njohur,
Vedia publike e perëndimit do ta përqafonte nocionin se vendosja e hebrejve të mbijetuar në Palestinë mund të shërbente si një dëm shpërblim për të merret që qytetërimi perëndimor kishte bërë të provonin. Ky qëndrim ishte veçanërisht i dukshëm në Shtetet e Bashkuara, duke lënë mënjan mungesën e entuziazmit që i kishte karakterizuar qëndrimin e tyre ndaj sionizmit gjatë viteve mes dy luftrave botërore. Shumë hebrej amerikanë u bën mbështetës të zjarrt të një shteti hebrej në Palestinë. Shpreha më e fuqishme publike e këtij qëndrimi gjendej në programin e Biltmorit, një varg rezolutash miratuara në një takim të sionistëve të SHBA-s më 1942, që bënin thirrje për imigracion të hapur për në Palestinë dhe krijimin atje të një Commonwealth hebre. Shtetet e Bashkuara u bën qendra aktivitetit ndërkombëtar sionist pas tubimit të Biltmorit dhe sionistët amerikanë e palestinez nisën një fushatë intenzive propagandistike për t'i përfshirë elektoratin amerikan dhe politikanët amerikan në çështjen palestineze. Presidenti Harry Truman, nga mbritja e tij në shtëpinë e bardhë më 1945, gjen në fushatën e rizgjedhjes së 1948-s, e mbështeti publikisht krijimin e shtetit sionist në tokat palestineze. Angazhimi i Trumanit për krijimin e një shteti hebre ishte i rëndësishëm, sepse Shtetet e Bashkuara, me ekonominë industriale në zgjerim dhe fuqinë e paprecedentë ushtarake, dolën nga lufta si një superfuqi globale e aftë për të ushtruar presion të jashtëzakonshëm mbi aleatët e vet brenda Palestinës. Komuniteti arab, ende i trullosur nga efektet e shtypjes britanike të revoltës, ishte i fjetur politikisht gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa hebrejtë e Palestinës, Jishuvit, ju përgjigjen rrethanave të luftës me 2 pika kundërvënëse. Në njërin anë u angazhua në përpjekjen britanike të luftës kundër Hitlerit, e në anën tjetër u përpoq ta sabotonte librin e bardhë dhe të përgatitej për një përplasje të armatosur me Britaninë me të mundur Gjermania. Mira vullnetar hebrej u bashkuan forcave britanike në mbështetje të kauzës së aleatëve, duke formuar në fund një brigadë hebreje, e njohur si Haganah, që luftoi si një njësi e ushtrisë britanike në Itali. Përvoja e luftimit modern e fituar kështu nga trupat hebreje e pajisi Haganan me një kuadër veteranësh të përgatitur për të luftuar kundër Britanisë pas 1945-s. Në Palestinë, administrata britanike e lejoi Haganan sado që e palishme nga pikpamje teknike të siguronte armë hapur dhe të merrte pjesë me forcat britanike në përgatitjet për mbrojtjen e Palestinës kundër një pushtimi të parashikuar të Boshtit. Kur kërcënimi i Boshtit u fashit pas vitit 1942, pjesëtarët e Haganat i mbajtën armët bashkë me njohuritë e thella mbi rrjetin ushtarak britanik në Palestinë. Me gjithë vijimin e ndjenjës antinaziste brenda Jishuvit, udhëheqësit e tij pan praninë britanike në Palestinë si pengesën kryesore për përmbushjen e ëndrrës së tyre për krijimin e një adheu kombëtar hebre. Në dritën e asaj që po bëhej e njohur mbi fatin e çifuterisë europiane, këmbgulja Britanisë për zbatimin e kuotave të imigracionit të 1939-s u duk të jetë një padrejsi shumë e madhe dhe Agjencia Hebreje nisi një përpjekje të bashkërënduar për t'i shpëtuar hebrejt europian dhe për t'i sjellë ata ilegalisht në Palestinë. Duke marrë me qira anije që shpesh vështirë se ishin në gjendje të lundronin, Agjencia Hebreje transportoi refugjatët nga portet europiano-jugore dhe i zbriti në bregun palestinez. Kur autoritetet britanike i kthyen anijet e mbushura me refugjat apo i ndaluan mjetet detare dhe i dërguan udhëtarët e tyre në kampet në Qipro, e shtuan vendosmërinë e Jishuvit për të shpëtuar prej kontrollit britanik. Këto incidente u bën të njohura në mënyrë propagandistike dhe u përdorën për të mbështetur pretendimin sionist se vetëm një shtet hebre mund siguronte një streh për viktimat e brutalitetit nazist. Ishin 3 faza në konflikt që e sollën në jetë shtetin e Izraelit dhe konfirmuan ekzistencën e tij. E para ishte fushata sabotuese e Jishuvit kundër administratës britanike. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Palestinë rekomandoi përfundimin e mandatit britanik dhe krijimin e 2 shteteve të pavarura, një hebre dhe një arab, me Jerusalemin në status ndërkombëtar. Udhëheqësit sionistë përshëndetën raportin, ndërsa udhëheqësit arab e hodhën poshtë duke refuzuar çdo kompromis. Kjo përplasje diplomatike parapriu votimin e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s më 29 nëntor 1947, që miratoi ndarjen duke hapur rrugën për deklaratën e pavarësisë së Izraelit. Me qëllim që të siguronte miratimin e planit për ndarjen e Palestinës, presidenti i atëhershëm amerikan Truman zhvilloi një fushatë intenzive lobimi, duke përfshirë presion ndaj delegatëve të Kombeve të Bashkuara përmes kërcënimeve ekonomike dhe diplomatike. Sido që hera herës me miratimin e saj të heshtur, nisën më 1944 një fushatë terrori kundër personelit britanik.
Agjencia Hebreje u bashkua konfliktit më 1945, kur njësitë Haganat ndërmorën një varg aktesh të mirë koordinuara sabotimi kundër komunikacioneve britanike në Palestinë. Sionizmi i përgjithshëm palestinez kishte hyrë në luftë kundër Britanisë. Përgjatë 2 viteve të ardhshme, presioni bashkuar i sabotazhit të Haganat, terrorit të Irgunit dhe opinionit të Shobaz e vendosën Britaninë në një pozitë të vështirë. Në shkurt të vitit 1947, sekretari i jashtëm Ernest Bevin, duke pohuar se Britania kishte humbur kontrollin e situatës në Palestinë, ja referoi çështjen Kombeve të Bashkuara. Kërkesat e Bevinit për Kombet e Bashkuara për gjetur një zgjidhje për mandatin e Palestinës u pasuan nga muaj me aktivitete edhshëm diplomatike në Kombet e Bashkuara në New York dhe në shtëpinë e bardhë në Washington. Asambleja e Përgjithshme kërkoi një udhëheci sionist e mbështetën raportin, ndërkaq që udhëhecit arab e hodhën poshtë atë. Presidenti Truman, plotësisht mbështetës për krijimin e një shteti hebre, ishte i vendosur të arrinte miratimin e raportit shumicës. Nga që propozimi kërkonte një vot shumice me 2/3 në Asamblenë e Përgjithshme të ndihmës ekonomike amerikane nga vendet e tyre nëse nuk votonin për propozimin e UNSCOP-it. Thirrja e emrave më 29 nëntor 1947 prodhoi 33 vota, përfshirë të BRSS-s në favor, 13 kundër dhe 10 abstenime. Asambleja e Përgjithshme miratoi ndarjen e Palestinës në shtete arabe dhe hebreje më vete dhe i dha statusin ndërkombëtar Jerusalemit. Komuniteti arab palestinez ishte për çudi periferik në diskutimet gjatë gjithë negociatave, që kur britanikët kishin çmontuar Komitetin e Lartë Arab dhe Këshillin e Lartë Musliman më 1936, arabëve palestinez u kishte munguar udhëheqja efektive. Duke munguar udhëheqja unifikuar nga brenda Palestinës, përgjegjësia për paraqitjen e çështjes arabe palestineze do t'i mbetej Ligës Arabe dhe shteteve të saj anëtare. Por regjimet arabe të pas luftës, veçanërisht në shtete të tilla kyçe si Egjipti, Siria dhe Iraku, u përballën me trazira vendore në rritje. Elita sunduese e këtyre regjimeve, në ankth për të siguruar mbështetjen e brendshme, adoptoi një qëndrim të linjës së ashpër për Palestinën, si një mënyrë për të treguar anti-imperializmin e vet dhe për të afirmuar pavarësinë e saj në politikën e jashtme. Në emër të palestinezëve, ata i kundërshtuan të gjitha përpjekjet për planin e ndarjes të Kombeve të Bashkuara, duke siguruar arabët e Palestinës se ishin gati për të mbrojtur ushtarakisht në mandatit britanik dhe në Gadishullin e Sinait dhe në Libanin Jugor, të ndërprera nga disa periudha anëpushimi. Si rezultat i luftës, Izraeli kontrolloi zonën që OKB-ja kishte propozuar për shtetin hebre, si dhe pothuajse 60% të zonës propozuar për shtetin arab. Izraeli gjithashtu mori kontrollin e Jerusalemit perëndimor, i cili duhej të ishte pjesë e një zone ndërkombëtare për Jerusalemin dhe rrethinat e tij. Transjordania mori kontrollin e Jerusalemit lindor dhe atë që u bë i njohur si Bregu Perëndimor, dhe ushtria egjiptiane mori kontrollin e rripit të Gazës. Në konferencën e Xherikos më 1 dhjetor 1948, 2000 delegat palestinez kërkuan bashkimin e Palestinës dhe Transjordanisë si një hap drejt unitetit të plot arab. Konflikti shkaktoi ndryshime të rëndësishme demografike në gjithë lindjen e mesme. Rreth 700.000 arab palestinez u dëbuan nga shtëpitë e tyre në zonën që u bë Izrael. Ishte kjo të ra të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.